Tani kemi arritur në pjesën e programit ku zakonisht ne kemi një të ftuar në studio dhe këtë herë do të kemi një gazetar shumë të njohur, ai njihet për deklaratat e tij bombastike që kanë ngjallur shumë polemika në rrjet, pa ati nuk i intereson, ai e thot mendimin e tij troç. Vjen nga një studio me shumë rrath dhe katror, por ne këtu kemi vetëm kaktusa, nuk e di se si do ndihet. Mirë se erdhe Bledi. Mirë se gjeta. Mirë se erdhe Bledi. Një mashkull që e mirëpret një mashkull. Bledi, sa herë që të kam parë në Top Channel më dukesh shumë i gjatë, po tani që të takova nga afër, do me thënë 2 metra. 1.93. Ata thon shpesh personat këtë që të takojnë live? Këta që kërcënojnë pra. Kërcënojnë. Sociale, takojnë nga afër, se i gjatë je. Edhe Stepe, no? Stepe nga gjatësia? Duan foto selfie, po nuk dalin. Nuk dalin se nga që unë jam i gjatë ata dalin e këvërstish nga balli e lartë. E para një këtë lule origjinale, po... Origjinale, në çdo gjë kemi origjinale. Madje Artemisa gjatë publicitetit i ujit. Është plastik, se nuk i dua gjëra plastike. Jo, patjetër. Me gjëra plastike mi tavolinë. Patjetër. Jo vetëm lulet, po dhe ne jemi origjinal, nuk kemi asnjë ndërhyrje. Juaj të vdisin për gjëra plastike. Jo, ka bërë doktor Skerdi, mo. Ja. E ke vënë re këtë? I shoh në Top Channel kur vin. Janë të gjitha të bëra në Top Channel? Jotja, po ato që vinë them, nuk po flasim për sanitaret. Sanitaret i kemi bio. Po, domethënë të ftuarit i ke vënë që janë të bërë të gjithë. Se dore doktor Skerdi që i ka bërë njësoj të gjitha. Po jam ke mua me ato problematikat e fytyrës, funde madhe, po çfarë ti bëjmë? Duhet vënë dora në plagë që ta sa erdhe kështu gjë. Do të flasim pak Bledi për diçka që ne nuk para e flasim në emision. Fare. Ju s'fare keni folur. Fare, domethënë të gjithë merren me këtë me një program, por ne nuk merremi. Ju ka mbetur vetëm një puntat kështu nudo me gjetë para dhe kompletoheni. Bigu, çfarë po bëhet në Big Brother? Nishani i Eglit. Është shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Po jo vetëm nishani, do me thënë e tallë dhe për muskujt, për çdo gjë e tallë. Se vetëm tallë, po dhe veprimi i vajzës që donte ta hiqte. Po. Me thik shumë ndoshta është kjo sëmundje e klikimeve. Ti mendon që Egli po e bën për klikime? Po, është futur në rrugën e klikimeve dhe në përgjithësi vajzat që futen në Big Brother, në këtë lloj reality show, kanë një tjetër idhull brenda kokës dhe duan ta ndjekin atë dhe her pas here dhe në mënyrë të ka idhull Egli. Ajo që kishim neve. Se zua për mund emrin. Kjara Titon. Kush është pyetja tjetër? Pyetja tjetër është... Jo, pyetja tjetër unë kisha një pyetje. Jo për ta justifikuar Eglin, pyetje mbi pyetje fiks. Jo për ta justifikuar, po mos vjen kjo pak nga ngarkesa se duke qenë dhe ti një ish banor, rëndesa psikologjike. Atë shpi mos e provofshi, po këshilloj e para, e dyta, unë nuk shikoj asnjë lloj dashurie mes të dyve. Nuk si një person i rritur që jam edhe kur arrin në moshën tonë, ti shikon gjërat nga lart poshtë. E shikoj që nuk e di, nuk ka kimi, nuk ka rezonanca, nuk ka energji. Pa, mos është më shumë si fiksim se Egli duket shumë e dhëm pas ti. Po, tamam, është kthyer në fiksim, është kthyer në një sfidë me veten edhe me audiencën jashtë shtëpisë që unë do ta zë këtë për aq kohë sa do jem. E ka nuhatur thua suksesin e gjestit jashtë? Patjetër. Njerëzit tashmë e dinë që në shtëpitë e Big Brother VIP Albania gjithmonë strumbullar është ose 2 personazhe dhe rreth tyre vërtetë loja. Si e nuhasin, mos marrin ndonjë indicie dhe nga produksioni e dhoma rrofimit se shpesh e kemi dëgjuar që aty jepen informacione nga jashtë. Jo, në të vërtetë, po me çfarë duke qenë i mbyllur brenda me të njëjtët person për një kohë të gjatë në atë shtëpi doni zonë. Duket sikur produksioni po përpiqet të shtyjë pak këto 3 këngëçat, po ja, Jozi, Ola dhe Loredana. Unë Jozin e takova nga afër pasi doli, kishim të ftuar në programin ton edhe nuk e kuptova si tip. Ishte një njeri shumë i dyshim në raportet me njerëzit. Domethënë sa ishte agresiv, ai ishte miqësor, sa ishte miqësor, pastaj kthej në ironik, domethënë ndoshta bipolar, ndoshta efektet e shtëpisë dalja nga Big Brother të lë me pasoja. Flasin nga eksperjenca ime. Edhe ti ke hyrë për herë të dytë në atë edicion. Ishte një dramë vërtet, hyrja për herë të dytë është sepse ti hyn tani si personazh i dorës së dytë. Ti e di shumë mirë kush është strumbullari, sado të bësh lojë të fortë, ti ke ardhur nga jashtë, ke marrë informacione, ke parë çfarë bëhet. Kështu që është çike e vështirë. Gjithsesi Jozi do të dashurohet, por nuk e ndjen atë lloj dashurie.
Dhe unë hë për hë në atë marrëdhënie shikoj dashurinë mes Valbonës edhe Rozanës me njëra tjetrën. Po, ato kanë diçka me njëra tjetrën. Valbona dhe Rozana. Valbona dhe Rozana? Po. Ato më duken dorë me një të dyja, lesbike. Ato dyja. Po, Rozana është. Është? Uf. Po, në cilat veprime e ke parë ti këtë pëlqim? Ato njifen dhe jashtë, kam punuar tek ai televizioni famshëm që s'marrin rogat, MCN-ja. Ai shkoj që raportet e tyre në afrimin e meshkujve janë me shumë bariera, ke parasysh. Kështu që Rozana është një njeri tashmë i sprovuar, po që s'ka i sprovuar në fushën me pëlqimin me femrat. Si intelekt si ishe të dyja, shkojnë si çift? Ne dim tani Bona, nuk e di a ka bërë kërkesë Akademia e Shkencave për ta rrëmbyer për inteligjencën e saj. Bonën ajo loj ajo mangësi mentale mban në loj, se Bona nuk bën gjë tjetër. Domethënë një idiote e dobishme që i duhet shtëpisë. Dhe është personazh interesant, më njoh dhe personalisht. Okej. Kështu që sa Rozana është ujk i vjetër, ka provuar të gjitha. Këngë, fustane, tekste, prezantime, videoklipe, por nuk ka shkëlqyer në marrëdhënie dashurore. Në atë shtëpi kemi dhe një vajzë tjetër e cila ka shprehur që ka pasur dikur një pëlqim për vajza, që është Ola, mendon që këto të treja mund të ishin një tregoti. Po e bë dhe treshet i tani. Po ta bëj dhe treshet me që produksioni e do. Interesant duket si, meqense ky Big Brother shkëlqeu në deklarimin e njerëzve ndaj seksualitetit të tyre. Mua s'më bën më përshtypje, kështu jemi njerëz që na shajnë gjithkohon edhe domethënë tani shqyrë zoti që po faktorizohen. Pavarësisht që populizmit të egër gjasme të shqiptarëve, ndërkohë që shqiptarët bëjnë namin kur fiket drita, bam. Po, e vërtet bëjnë namin, po. Ola, të duket që po bën namin Ola? Ti mos bëj namin kur fiken dritat. Unë bëj dhe me drita, sidomos kur ndizet drita kamerës një bëj namin. Shpresojmë që mos fiken drita tu tani. Errësira është më erotike, kështu që Ola shpreu pëlqim për Laertin fillim. Tani thot për Jozin, të duket që po e përdor si strategji për të qëndruar në lojë, se mua më duket si një Valbona e dytë, siç bëri Valbona fillim me Xhibanin dhe me Laertin, po bën dhe kjo me Jozin dhe me Laertin. Po, ndoshta strategjia e saj për të njohur sa më shumë meshkuj që pastaj më mbrapa dhe meshkujt të fillojnë të luftojnë, të debatojnë. Po se ka vesë nga përputhen këtë? Po femra vdesin kur shohin dy meshkuj që zihen për të njëjtën femër, e vërtet. Ke filluar të nuhastësh se kush mund të jetë finalist apo dhe fitues? Po patjetër Laerti, Rozana, Gjesti, Gerta jo? Gerta s'është? Gerta. Okay. Po. Se u diskutua dhe në Prime-in e kaluar që ajo ka vetëm rolin e opinionistes dhe nuk është një lojtare në atë lojë. Ndryshe nga motra vet me cilën unë kam ndarë një shtëpi. Isha dyshues në fillim për Gertën, por isha skeptik, por her pas here më pëlqen loja e saj, pavarësisht se është cinike deri në maksimum. Dhe mirë bën sepse brenda asaj shtëpie duket si një lojtare e ftohtë që nuk po atë që bën e bën me koshient, që nga hedhjet e birave, ujrave çfarë bëri, kështu që atë që bën nuk e bën aksidentalisht, por që është e maturuar, është e pjekur dhe është më mirë se Olta. Kjo është e mirë atyre që ato janë personalitete të ndryshme. Po. Nuk janë si Kristi që shkon herën e parë në Big Brother, pash një kopje të shëmtuar të babait vet. Dhe herën e dytë pastaj pash një Kristi që kishte krijuar individualitet. Olta ka bërë shumë shpejt këtë, ka treguar që ajo është vërtet motra e një aktore, po ka dhe personalitetin e vet, lojën e vet, dhe po të shikosh fizionomia e lojrave në krejt të ndryshme. Krejt të ndryshme. Po Laerti pse është në finale, sepse është gjykuar shumë si një lojtar i cili po bën hile dhe po rri pas Rozanës për ta mbajtur. Laerti është pjesa më e zgjuar e shtëpisë. Ndoshta më kujton her pas here veten time, ka 2 gram tru në kokë, ka lexuar diçka, ka interpretuar dhe atyre mund të mos ta ketë dashur Shakespeare, por ka lexuar sepse ka vënë në skenë dhe detyrimisht truri ka përthitur ca gjëra. Kështu që është kjo pjesa, nuk po them intelektuale, por është kjo pjesa më e rafinuar dhe her pas here ti do ta ulësh nivelin tënd te niveli lojës se Bataku tek ne të përballur me të tjerët. Kështu që i duhet shtëpisë Laerti dhe besoj shikojnë në finale. Duke qenë ai shumë i lexuar, si ka mundësi pra pati 2 tentativa njohjeje, siç e thaj, me 2 vajza, me Valbonën dhe me Olën, dhe asnjëra nuk i ndeti, itën të dyja. Tani gjithë ideali i lexuar te Valbona përfundoi. Nga eksperiencat e mia them se brenda shtëpisë janë heronj ata që krijojnë lidhje dashurore.
kemi raste që janë martuar dhe kanë edhe neda, kanë fëmijë. Mund duke një sakrificë e jashtëzakonshme sepse shtëpitë e Big Brother para kanë erotizëm. Dhe pastaj kjo pyetja a bëhet seks atje në shtëpi, kjo është pyetja më idiote pastaj. Vetëm seksi nuk bëhet në atë shtëpi. Po mirë se ka ndodhur në Big Brother Gjensila Pere me Fation ose Mbellion. Kemi fakte, Bledi ka bërë. S'ke bërë vetë, fol për vete, po të tjerët. Kam bërë seksin, kam menduar çunat e lagjit që kur të dalin, më e bëra e para. Tani, a mund të bësh këtu ndonjë gjë, të lutem? Se dim. Ja ku jeni kaq shumë njerëz. Ty mund të linjë në shkëndi dashurie e cila do kohën e vet të rritet të piqet dhe thua kur të dalin do vazhdojmë. Çfarë bëhet aty bëhet në funksion të lojës. Bledi, me që Artemisa përmendi Luizin, dua të pyes pak, i ke ruajtur raportet me konkurrentët që kanë qenë pjesë e edicionit tënd? A takosh tashmë se i ke edhe pjesë të Top Channel, Kiarën, Ronaldon? Hyra dhe dola me një emër të përveçëm, pavarësisht se pra një lojë modeste, përsëri hyra dhe dola me një emër të përveçëm dhe kur nuk u bëra ushtari askujt. Qoftë lojtari fort, qoftë lojtar gangster, qoftë idiot, qoftë i zgjuar. Ndryshe nga banorët e tjerë, të cilët u dhanë me shpirt, e bën vëlla, shok, motër, Oltën, maestron, Luizin, dhe kishin ca raporte në shtëpi thoshte ti këta dashuria dhe shoqëria e këtyre do vazhdoj gjithjetën. Por fatkeqësisht unë kur nuk e ndoqja në Instagram dhe kur nuk më ndoqja në Instagram dhe kur asist në dyert e Top Channel, që është me Kiarën, i flasim mirë tjetrit, ashtu siç i kemi folur në shtëpinë e Big Brother, nuk ishte elozhe dhe dashuri të tepruar, një respekt minimal nga ana ime, një respekt minimal nga ana e tyre dhe vazhdojmë të jemi të njëjtët. Pastaj kam parë këto ekstremet që kanë kaluar nga dashuria në urrejtje dhe kanë frikë sot i zënë dhe emrin. Shpesh më pyesin njerëzit kush është më i fortë, Gjesti apo Luizi. Unë po them me Luizin kam ndarë të njëjtën shtëpi, me edhe dhëm gjumë i kisha përballë me atë gëritjen e tij të frikshme. Dhe nuk mund të them sot që Luizi apo Gjesi është më i fortë se njëri apo tjetri. Detyrimisht kam qenë tek ajo shtëpi, do mbroj atë shtëpi, do mbroj atë edicion Big Brother dhe për momentin e pëlqej dhe lojën e Gjestit dhe kam përkrahur aq sa kam mundësi. Nuk bërtas rrugëve, por me një postim modest, me një fjalë të mirë dhe nuk i krahasoj dot të dy, se janë dy temperamente të ndryshme. Nuk kam frikë se ja kam marrë dorën mesazheve kërcënuese dhe tyre, por janë shumë Luizi ishte te fjala. Gjesi është te veprimet. Pra primet ne i qanim. Gjesti çalon tani po. Unë nuk isha lojtar i fortë gjatë ditëve, por në prime unë s'lija njëri të më merrte situatën. Pra Luizi kishte edhe ironin, Luizi kishte edhe të kënduar, Luizi kishte edhe intrigën. Pra e kam thënë edhe tjetër, Luizi vinte nga rruga. Luizi kishte provuar diplomacinë, politikën, noterin, shkollën, të jetuarit jashtë, suksese, dështimet, Bigjozin, edhe vese të tjera, pra ishte i kompletuar. Më kujton e vetën time. Ndërsa Gjesi nuk e njoh aq thellë, bile kur ka ardhur një herë te diell, ishte një njeri anonim, por ka një lloj energjie shumë tjetër. Është akoma si një fëmijë i paritur, po që i shkon, nuk është se unë tani të interpretoj Gjesi, nuk e bën dot, po që janë dy karaktere të fortë në llojin e tyre dhe të veçantë. Kur të mbaroj Big Brother 4, pastaj atëherë do bëjmë inventarin e të 4 Big Brother, më vjen keq se ai treti nuk e di humbi. RIP. Ti shkon në një lule tek Varezat, po që Bledi, unë mendoj që Kiara ka ndihmuar në një farë mënyrë Luizin në lojë ose u bën të gjithë fansat të çiftit mendojnë që Egli po e favorizon lojën e Gjestit në këtë rast apo po e penalizon. Ai së fundmi i ka thënë nuk të dua se Rozana i tha së fundmi. Kiara nuk mund të krahasohen sepse kanë qëllim të njëjtë, por nuk krahasohen. Egli është Kiara nuk ishte agresive. Kiara ishte pjesa ishte gota gjysmë plotë e Luizit, ishte njëri që sylte me këmbë në tokë, ishte njëri që i zbuste gjakra pavarësisht se her pas here edhe ajo tepronte, pra ishte te kjo pjesa më me këmbë në tokë. Ndërsa Egli është si shqipja. Shiko Shqipen, shiko dhe Eglin. Gjallë dhe nga zëri. Njësoj, edhe nga agresiviteti.
Kur më thonë njerëzit je lidhur me Shqipin, i them Është shqipja palestruar. I them edhe Shqipja palestruar është. Mos fol kot se ke parë në një të zhveshur. Se ti e ke parë Shqipën të zhveshur? Se mos e shikoj, kam shoqe. Po ky është Dhe kur thonë je lidhur ndonjëherë me Shqipën, them më mirë lidhe me tigrin që keni te kopshti zoologjik se sa me lidhe me Shqipën. Me qëra fjalat e lidhjet, ne duam të lidhim. Jo, të lidhjet. Ne duam të lidhim. Sot do dalësh i lidhur. Nga këtu. Me ndonjë nga stafi juaj? Jo. Ja. Me dikën nga koleget e tua, ish koleget. Sepse kemi arritur në rubrikën Mos më luj mendsh. Dyshja e parë, Jacqueline Lekatari apo Ilnisa Agolli? Duhet të zgjedh dhe të them arsyen? Tani zgjedhë për seks apo raporte shoqërore? Jo, raporte shoqërore, jo. Seks. Ose lidhje stabël. Për seks me Ilnisën, për sapioseksualizëm, pra për trurin Jacqueline-ën. Po njërën duam. Njërën që të përmbush nga pak të të dyja. Bëj debate me Jacqueline, pastaj vetë te krevatit e Ilnisa, po që nuk rri gjithë natën, S'rri gjithë natën te Ilnisa. Okej, kështu që po zgjedhim Jacqueline. Dua të fle vetëm. Okej. Jacqueline apo Shqipe Ysenaj? Tani Shqipen e kam çik xhanda mbaj me atër. Për Zhakut nuk i mbetet qefi, po që po mbajmë Shqipen. Shqipe Ysenaj apo Amber? Edhe Amber më pëlqen, sidomos hyrjen e parë në Big Brother. Unë jam natyrë perverse natyrisht që vdes që të kem miq njerëz që të tjerët turma i urren. Dua t'i mbroj në kuptimin sepse jam pjesë e realitetit, janë një nga ngjyrat e 7 ngjyrave të Ylberit, duam apo s'duam ne. Dhe kështu që zgjedh Amberin. Mbarova, Amberit nuk i mbetet qefi, se është e gjatë si mua, kështu që po vazhdoj me Shqipen. Okej, Shqipja apo Efi? Me Efin kemi nga lidhje familjare, kështu që Efi e di që unë e respektoj, po nuk e dua. Kështu që po vazhdoj. Okej, me Shqipen. Dashuria është tjetër. Në rregull. Shqipja apo Eriola Doçi? Pyetje çike vështirë. Po, është çike fort kjo përballje. Eriola është një mikeshe mirë. Mes të dyjave, Eriola apo Shqipen, vazhdoj me Shqipen. Shqipja apo Ina Kolçaku? Shumë pyetje vështirë, më e vështirë se të tjera. Po sa vjen bëhet e vështirë ti se ditë fundit. Se Ina Kolçaku është dhe kështu e mençur. Pra, bolli me mike mbajtë Shqipin deri tani. E rrëzoi Ina nga froni Shqipen. Dhe betejë finale është mes Ina Kolçakut dhe Olta Gixharit. S'çe ka që fort me sa duket kjo e fundit. Nuk është e fort. Qëndron me Inën. Kush më nominoi mua? I mban mend të? I ke shtuar në fletore dhe i mban mend. Si jam futur në sikta të lista e zezë e Bledit. Jo, Olta është e jetuar. Okej. Nëse Ina është e lexuar dhe e jetuar dhe duke qenë dhe më e re, domethënë unë Inën e kam shumë xhane dua dhe nuk takohemi shpesh, tani se jemi kanale të tjera. Dhe gjithmonë mendoj Inën që do bëj karrierë patjetër diku dhe do em ndoshta një nga persona që unë do t'i jap një dorë. Ndi modeste, por besoj e meriton. Okej, Ina, të trashëgojeni. Atëherë urime të trashëgojeni. Ta marrë dhe Shqipen bëjmë treshe apo jo? Me qëra fjarat e treshet, ne, siç të thash, e kemi specin për në fund, sepse kemi arritur në rubrikën Kaliente. Thuaj emrin moderatorit dhe moderatores që sipas teje nuk bëjnë për atë punë ose has specin. Moderatori. Ti thua gjëra trosh tani. Kemi Blendi Fevziu është një dram. Pse? Është një njeri delirant dhe shumë posesiv. Njeri që mbi pyetjen e parë mbi vendos të dytën, të tretë dhe nuk i lë të ftuarit të flasë. Nuk i lë. Njeri që duhet i largohet gazetarisë shqiptare. Bledi ti njëherë si një person që nuk e frikë të flasë si hap. Kush ka shkruar këto gjithë gabimet, të flasësh hapur. Cili ka qenë eksperimenti më i çuditshëm që ke provuar në marrëdhënie seksuale? Kur kam qenë kolegj në Londër, imagjino dhe vitet 90 dhe kam qenë rastësisht pjesë e një orgjie, ishte sa turshme, aq mistershme, sa joshëse, aq baltosëse.
E ke provuar më pastaj? 90 që ju s'kishit lindur, ishit tek palca e kurizit të babit. S'kishit zbritur asnjëri poshtë. Pyetja e tretë. Kush e ka bërë këtë pyetje? Ina, Kolçaku? Sa është body counti, numri partnerëve seksual që keni kaluar në jetë? Ja ke kaluar Jozi se ai ka 500. Sa herë për moshin që ka Jozi, se besoj. Se besoj gënjen, apo numëron vetëm pufjet. 110. Po njësoj të vërë sa pantallona ke. Unë kam shumë pantallona në shtëpi, po ka raste që vesh të njëjtat sepse ndihesh më komfort. Më rehat. Se di, të thash, unë kam mikur i vogël në perëndim, edhe natyra ime, dhe kam mësuar shumë. Di që kam kryer marrëdhënie seksuale në çdo kontinent, përveç Australisë që nuk kam qenë. Nga Afrika, në Amerikë Latine, në Amerikë. E ke pasuruar CV-n. Patjetër, sepse kam mësuar. Bledi, një numër nuk do na japësh apo si ke numëruar? Numrat mbajnë, i përdori më ndjemëdhenjt, ata që duan ndonjëherë edhe të gënjejnë, kështu që ti e lë me kaq. Po speci nuk do e hash. Ka pyetje akoma? Okej. Do të ham të dy apo të tre spetin? Unë mësova me apo ai spetin ftuari vetëm. Nëse do bëj një treshe me dy të famshëm në Shqipëri, cilët do të ishin? Prapë me erotizëm. Po është kaliente speci gjëra. Sepse Fatosi në këtë rubrik vendos që nga emision Showbizit ta kthej në emision plus 18. E ndini pullën. Do nuk jam fare dakord. Treshe, se di. Tani duhet dy femra një mashkull apo si të duash mund të jenë tre meshkuj, mund të jenë dy femra. me shqipen dhe me ambër. Ja, komedim interesant. Po. Interesante. Po do fillojnë turp të vi kujti ngjan. Ajo është mashkull. Po pse more? Jo, po njerëzit kështu që e morë dhe një lajm. Okej. Lajmi no treshe ti marrë këpus edhe flak. Me ambër dhe me shipe në krevat. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e WTF Show. Ishte një bisedë shumë e këndshme. Specin se në hëngër. E vërtet di e këta? Se di se kam provuar. Është vetëm për të ftuarit, është ekskluzive. No, jo. S'është? Është okay? Okej, po këtë sekret nuk doja themi të ftuarëve të tjerë që do të vinë. Ta han ata. Faleminderit për ftesën, faleminderit për intervistën. Jeni të rinj në këtë rrugtim, të rinj jo nga mosha, po në atë çfarë bëni. Mirë është që të vazhdoni rrugtimin, të qëndroni me këmbë ngulur fort sepse konkurenca është e madhe. Dhe konkurenca shpeshherë është e pandeshme dhe në një moment mos ta keni mendjen do dilni jashtë tregut, kështu që. Është vërtet. Ju falenderoj dhe faleminderit falë edhe shefat. Patjetër. Ndërkohë që ne bashk me Misin dhe me të gjithë pjesëtarët të tjerë të Andales do shihemi të premten tjetër në WTF Show, apo jo Misi? Po, Fatos. Deri atëherë ju mos harroni që në WTF mund të thuhet çdo gjë. Shihemi. Sa po keni arritur fundin e kësaj videoje dhe siç thonë dhe stewardesat, faleminderit që qëndruat me ne. Por mos harroni bëni subscribe Andale Ale për të mos humbur asnjë nga prodhimet tona. Andale!